Çdo ditë kemi problem me ndërprerjet ujit, edhe është shumë e vështirë m'ja dal. Sidomos familjarët në shtëpi do shme pas ujë. Ç'është po ja bani kur po ndalet? Kur qysh, do të me prit. Ti mush pak ndonjë shisha diçka, mos prap s'mjafton për sale familjare. Që sa kohë po zgjohet kjo ndërprerje? Që në janë i muj kemi pak ma shumë ndërpremje. Sa ju ka lodhur ndoshta kjo situatë? Shumë. Sidomos na që jem familjare, krye familjare do të me pastru tesha, me bë bëksene, shumë na ka lodhur. Po në punoj në spital, tash kolegët e punës po më tregojnë se s'kan ujë, kanë mungesë të ujit. Gjithmonë, jo që tash, po ka që 2-3 muaj kanë mungesë të ujit. Vazhdimisht kanë probleme me ujë. Sa për kanë problem të pjesë pa ujë? Na olet me pozomotena s'dish që kanë po thujnë e kena ujit, kryesore na në çka pjesa jonë nuk kemi problem. Sa po është problematike për ta, po tregojnë apo ankoma? Shumë ta ditën as kemi çaj lana, ata në për toalet, ata s'kan ujë kërkahes. Tash do të më me mush konta, me mush me bord, me korita, me sene që jashtë katastrofë. Bash, qatë probleme kemi më të madhët. Po, a? Po. Sa po është problematike, që shku ja bani? Si faqe e zezë. Po, a? Po blini uja? Problem, sa po mu, me po marëm balazë bej fshatri e kamës. Po, a? Që sa ku po keni këtë problem? Problemi po thojnë se po të vullohet dikon, e s'po ka mundë si belshuhe, që ashtu po thojnë ma shumë di. Po që sa ku e keni? Që nja 2 javë. Po, a? Po. Gruja, sa po ka problem? Problem pa ujë, a ka ma shumë problem se mos me pas ujë. Buk njëherë mund është me munditje, a ujë pëjmë fillimit me ngjesit, e deri të bish me flejt. Duhet. Problemi ma e madhë, bile, bile, se unë tek tash vonë ku marrë fushkësohë. Po më shenë më këthyë ku jëmë kanë, po më do këtë. Seriozisht.